sa të vështirë e keni ju për të kujdesur për djalin tuaj dhe për dy fëmijët e tij, djalin dhe vajzën, që djalin e kanë në shkollë të mesme në Fier, ndërsa vajza tashmë ka mbaruar 9 vjeçare dhe do të shkojnë në vit parë të shkollës mesme në Patos. Vështirësitë e mia ka qenë të pafund e pa krye. Nuk e di më se si kam kaluar këto vite unë, nëse çunit në 2013 në rojet e la fëmijët, e la 2 vjeçë gjysmë, njëre 4, ishte gruaja, vazhdoi ca ditë ajo, pastaj edhe ajo, shkaktar për këtë e bërë shëndetësia, kujdesi mi kemi gabuar në shëndetësia, ndërroj jetë bashortja, kurse për nusën e çunit e kish diagnozën, ishe pa mundur, nuk kish mundësi shëndetësia. Djali im, Juliani, si gjithë të tjerët, bërshim bashkë, na vitin 97-98, rrugët e emigrimit. Lufta ishte në 4 anët, Kalashnikov, pistoleta, thika, ishte e gatshme. Grupet kriminale dilin në afër zonës kufirit, edhe i masakronin, nuk i linin, i zhvishin komplet, edhe të matruat ishin gati të hikin, se më thoshin ke futur lekët aty. Leke, gjera, e i kanë marrë orën, e i kanë marrë gjiboksin, e i kanë marrë ato atletet e qa nuk kanë bërë, disa herë, 7 herë ka shkuar e shkëthyr, herë në 7 kur e herë të këtu në shtëpi, tha kush do na ndihmoj netha, se netha semi mirë. Edhe kemi vështirësi na mileti. E kuptova që ky kishte lvizur. Kam bërë gabimin më të madh, kam bredhur 3-4 vjet s'kam lënë hoxhe prift, nuk shkova në spital, si mas rregulla shtetit. Në vitin 2000 pasaj jam drejtuar strukturat të shtetit, e kam çuar në spitalin e Vlorës, 1-2 javë atje, nuk ndjeva kënaqësinë, e kam çuar në psikiatrinë e Tiranës. E kam mbajtur 2 muaj atje kam në një vit, mund të ke fletur në krevat 3-4 ditë, kurse kush ujë teatër ka fletur në tavolinë. Thatë që djali juaj së bashku me shokët që ka qenë, është keq trajtuar në kufi. Në kufi brenda Shqipërisë apo jashtë territorit të Shqipërisë në territorin ngreç? Brenda, pa shkelun atë, ishë mafiosi, mafia shqiptare këta, që i beni këto lloj sportes. Përfituan në rasti. U hapën depot, u armatosën, e qas po beni. I grabisin dhe i keq trajtohen. Nuk dinin çfarë do beni, me rroba i mirin e i linin rroba do kudo. Qa kishin. Tashmë djali prej sa vitesh merr pensionin e invaliditetit? Çfarë kategori? Mbasi e çova në spitalin e psikiatrisë të Tiranës, erdha këtu, mbas 6 muaj plotësova dokumentat, i dhan kemp nga shërbimi social, se s'kishte vite pune. Kur ka shkuar kryetar, ashtu ministri Erion Velia, se që ka qenë, ai e kish atë, ka vajtur 10 ushtarë. Se kolonat do të vete, për ne nuk dinim gjë. Tashmë e merr pensionin e invaliditetit. Edhe qena në shërbimin social e hoqin, e quën ku Edi Rama ka shkuar te pensioni tek ato sigurime shoqërore. Mirë, pa ai s'kishte vetë si punë atje. E lidhur pensioni 57.000 lekë. Duke shtuar ka shkuar 90.000 lekë. Merr 30.000 lekë në shërbimin social. Ky është, unë hilacet. Me 120.000 lekë të vjetra që merr ai, duhet të përballoj jetesën, hilacet e gjitha gjërat. Ai e ka të pamundur, nuk shtyn dot 10 ditë me ato, se merr 4 lloj ilaçe, 3 i marr në tregun, se thot mjeku që depakinën thot, ajo është në libër, po do ketë sëmundjen e tokës. Kështu që nuk ka sëmundjen e tokës, sepse po të kishte sëmundjen e tokës, mund të binte me ai grop e të humbise pa nishan. Fëmijët e atij të rritur për ta asimuar. Po edhe ilaçet duan ata, ilaçet dua për vete, se pensionisti po doli pensionist, kalon në 65-70, janë të garantuara ilaçet. Do marrësh ilaçe se s'bën se nuk shtyhet. Ke 1.100, po gjysmë po do t'i marrësh. Fëmijët pasi janë dhe jetim, kanë përfituar statusin e jetimit si shtati edhe juve, përfitojnë bursën nga shteti në bazë të ligjit? Bursën e përfitojnë tash, po mi për ne kemi qeverin shumë të dobët, sepse ajo nuk ka buxhet atje, që bën vetëm konceptin 4 miliard, ashtu 4 milion euro, e cakusure 200 milion, edhe kështu që Patosi, bashkia Patosit i dërgojnë 15 burse. Ky vit që iku ishin shtruar 18. Kam vajtur atje, kam debatuar me stafin atje, ç'a bënin kështu,
merr 30% të bursit vajza, mbesa, qysh është jo punë? Kush do punojnë për atë? Unë 18 vjeç, atë pensionin tim që kam paguar paraja, 24 vite pune, kam marrë për 35. Kur bërë ndryshimi Rama në 2014, neve në ato që i kishim, ato në ngelin, sepse vitet e tona u dojgjen, a i ndryshoj, sa vitet kërë do marrë parat. Kurse për neve, në laktu ku jemi, që kapin unë nuk e bera dot. Kisha 2 muaj që kisha kaluar në 7 vjeta, më thatë i fermieri fshatit, më thë qaje, ke kaluar ta 2 muaj. Për ne, kryeministri Shqipëris, ka qenë për mua një barbar, i pa parë, i pa dëgjuar në Ballkan, në Evropë, në botë. Sepse shtresën e kategorisë, unë e kam mbështetur atë, dhe në pikën e fundit, kam mbështetur Partisë Socialiste, jo kryeministrin. Po, ama ai na ka helmuar kockën. Vete pi shampajnë atje me miliona euro, edhe ma lem besën time me 200.000 lekë atje. Si jep edhe bursi çaj takon. Pse se s'ka? Keni shkuar në Bashkinë e Patosit, keni takuar përfaqësuesit të drejtoreshën që mbulon këto? Në Bashkinë e Patosit i kam bërë kërkesë zyrtarisht, se unë e njoh mirë ligjin, se kam qenë antar i Këshillit Komunës 10 vjet, edhe pa ligje, pa rregulla unë sikit, e nuk hes atë hapën. E njoh mirë, e i bëra kërkesë zyrtarisht. I bëra Këshillit Bashkiak se ish forumi më i gjerë. Thash jam në këtë pozicion, e kam të pamundur. Në 2015 kur bëra një qerrë me letra që bëra vetëm gjykate që i marrë këta të senatrit mini këta. Atëherë ishi çmime 200 lekë patatja, 250 qepa, vazhdova mirë një 2-3 vjet. Këto hipën, kapën qellin, tashi unë nuk i shtyn dot 10 ditë këto. Me këto çmime, me këto lekë, me këto kushte. Këta ato kanë që kanë patur atëre, nuk u lëviz as një gram. Qa u be ajo, 90.000 lekë që i merë në muaj atë tëre para 13 vjetë, atë e merë e sot. Edhe jep 25.000 lekë në shtator që i fillon shkolla për të blerë një roba, edhe mbyllet historia. Unë i bëjnë thirrje pushtetit legjislativ të hyjnë në detaje, në thellësira, ta gjykojnë, të mendojnë edhe të vendosin, të përcaktojnë akte ligjore në ndihmë të kësaj kategorie, se kjo kategori e shekputur, e mbaruar, e përvluar fare, nuk ka mbështetje, edhe një copë bursë 600.000 lekë, edhe ajo nuk shkon. Sa do bëjmë atë, po megjithatë, edhe atë nuk e merr, sepse do ndahet një bursë 2 apo 3 veta. Kështu që pushteti qendror të hapin mirë syt, i ka bërë kërkesë Bashkisë Patos, Këshillit Bashkiak. Qa mund të bëj unë në këtë pozicion që kam? Përgjigja ka ardhur po zyrtarisht. Aty ne nuk kemi qa bëjmë, nuk kemi mbështetje ligjore, sepse këto janë parashikimet e ligjit. Atëre, nuk e thash kot, e përsëris prap, pushteti legjislativ t'i bëjnë syt 4. Edhe jo hajde rreth e ngri rrogat e tyre, sa herë që ka vajtu e majta në pushtet, na 7 dhe qoj 1 gjysmë, na 1 gjysmë e qoj 3 gjysmë, e ta shi ku shkoj. Prandaj, nuk ja kemi borç atyre neve. Të mendojnë një herë ku janë, si veprojnë, e të gjykojnë se ata nuk kanë vojtu, s'kanë ndenju as pa buk, as pa gjell, as pa uj, as pa drita. I kanë gjetu të ngritura, kurse neve, pa buk kemi ngelu, pa drita kemi ngelu, pa uj kemi ngelu, e pa të gjitha gjerat, edhe jemi mësur, jemi argasu. E jemi të vojtu, si ku të vemi ne në Parlamentin e Shqipërisë, e di si e tjerim ne, nuk lem shteke buxheki një qytetar të habigojnë. Pa ta janë të rahatit dhe s'kan vojtu. Prandaj bëjnë këto sporte, që nuk e hedhin syt fare në kjo kategori.